Ka momente kur politika moderne të sjell ndërmend regjimet totalitare të shekullit 20 nëpërmjet teknikave të tyre të propagandës. Vërtet Shqipëria nuk është Gjermania naziste. Megjithatë, mënyra se si ndërtohet komunikimi publik, se si menaxhohet perceptimi dhe se si trajtohen kritikët, krijon ngjashmëri të forta metodologjike me manualin klasik të propagandës moderne. Goebbels, ministri i propagandës së Reichut, e kuptonte propagandën jo si debat racional, por si instrument emocional dominimi. A i thoshte, propaganda must appeal to feelings rather than intellect. Pra, propaganda nuk synon të bind përmes argumentis, por përmes emocionit, identifikimit dhe përsëritjes. Pikërisht këtu nis ngjashmëria me mënyrën se si Erion Veliaj ka ndërtuar prej vitesh figurën e tij publike. Komunikimi i Erion Veliajt rrallë ndërtohet mbi debat teknik apo institucional. Në vend kësaj, ai mbështetet te videot emocionale, fëmijët, pemët, artistët, muzika, kronikat optimiste dhe estetizimi konstant i figurës politike. Edhe përballë akuzave të rënda aktuale për korrupsion, narrativa publike mbetet pothuaje pa ndryshuar. Inaugurime, buzëqeshje, ngjyra, optimizëm dhe slogane motivuese. Kjo të kujton metodën e propagandës që krijon një realitet paralel, ku perceptimi ka më shumë rëndësi se sa vetë kriza. Goebbels e shprehte hapur logjikën e kësaj metode. It is not propaganda's task to be intelligent. Its task is to lead to success. Pra, qëllimi nuk është e vërteta apo analiza, por efekti politik. Në këtë frymë, Veliaj ka përdorur vazhdimisht slogane të thjeshta dhe emocionalisht të forta. Ne mbjellim pemë, ata mbjellin balt. Tirana që nuk ndalet, transformim, pozitivitet. Këto slogane përsëriten në mënyrë obsesive në intervista, rrjete sociale dhe media pranë pushtetit. Pikërisht kjo ishte një nga shtyllat e propagandës së Goebbelsit. Reduktimi i realitetit në disa mesazhe të thjeshta, që përsëriten derisa kthehen në perceptim kolektiv. Edhe thënia e famshme e lidhur me metodën e tij propagandistike, repeat a lie often enough and it becomes the truth, pavarësisht debateve mbi formulimin eksakt, përmbledh filozofinë e asaj propagande. Një tjetër ngjashmëri e fortë është mënyra se si trajtohen kritikët. Goebbels nuk i paraqiste kundërshtarët si njerëz me argumente, por si sabotator, njerëz të ligj apo armiq të popullit. Në propagandën e tij, kritiku delegjitimohej para se të fillonte debati. Edhe te Erion Veliaj vihet re shpesh e njëjta teknik retorike. Në vend të përballjes me thelbin e akuzave për korrupsion, vëmendja zhvendoset tek prokuror të motivuar politikisht, media të paguara, ata që urrejnë Tiranën apo ata që duan të ndalin punët. Pra, debati nuk fokusohet më tek pyetja, a janë të vërteta akuzat, por tek kush po sulmon dhe çfarë motivesh ka. Kjo është teknik klasike propagandistike. Bëj çdo gjë për të shkatruar besueshmërinë e kritikuesit dhe për të shmangur përballjen me substancën. Po aq domethënse, është edhe tendenca për të identifikuar figurën politike me vetë qytetin apo progresin. Propaganda naziste e paraqiste regjimin si mishërim të Gjermanisë dhe çdo kritik ndaj tij si sulm ndaj kombit, në mënyrë shumë më moderne dhe jo totalitare. Edhe në retorikën e Erion Veliajt, shfaqet shpesh ideja se sulmet ndaj tij janë sulme ndaj transformimit të Tiranës apo ndaj punëve të bëra. Kështu krijohet një personalizim ekstrem i politikës. Lideri dhe projekti publik bëhen një. Në thelb, ngjashmëria nuk qëndron në ideologji apo regjim, por në mekanizmin që ka për bazë të tij propagandën emocionale, sloganizimin, përsëritjen masive, kontrollin e narrativës, delegjitimimin e kritikëve dhe menaxhimin e perceptimit publik. Këto janë teknika që Goebbels i sistemoi në formën më brutale dhe që sot shfaqen në versione moderne, më të sofistikuara dhe mediatike, edhe në demokraci formale. Pikërisht për këtë arsye, shumë njerëz kur dëgjojnë retorikën publike të Erion Veliajt, mund edhe të kujtojnë një regjim, por veçanërisht kujtojnë metodën e propagandës së tij.